Hani një thelpi hudhër në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Hudhra është një bime jashtëzakonshme që ka fuqi të mira antibakteriale, parandalon të ftohtin, arteriosklerozën, sëmundjet e veshkave dhe forcon kapilarët e gjakut. Në mjekësinë kineze, hudhra përdoret edhe si një shëruese e madhe e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Në mëngjes mund të konsumoni të paktën një thelpi hudhër. Gjithashtu e mbani atë në gojë për 30 minuta. Për shtyma do të marrë shumë vlera të saj dhe do të evitoj komplikacionet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Atë mund ta përdorni edhe në forma të ndryshme. Përdorimi i hudhrës ose konsumi i saj çdo mëngjes do të lidhet me një sër përfitimesh të rëndësishme në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni që këto të mira t'i keni pjesë të dietës suaj, shtimi i të paktën një thelpi hudhër në ditë në dietën tuaj ditore mund të lidhet me shumë përfitime të jashtëzakonshme ushqyese në menaxhimin e shëndetit. Ekspertët thonë ndërshekuj se hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë që mund të përdoret në çdo komplikacion, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet pozitive, rigjeneruese për shëndetin dhe parandaluese kundër këtyre komplikacioneve. Ja cilat janë disa nga vetitë kryesore të hudhrës në dietën tuaj, sipas ekspertëve të Healthline. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të lidhet gjithashtu me përfitime të mahnitshme për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni vlerat e hudhrës në organizëm, një thelpi hudhër në ditë është më se mjaftueshme për të marrë këto përfitime. Ekspertët shtojnë se shtimi i hudhrës mund të mbrojë në luftën kundër radikaleve të lira dhe të mbajë larg këto komplikacione. Shumë studime kanë treguar se njerëzit që konsumojnë të paktën një thelpi hudhër në ditë kanë më pak prirje që të preken nga komplikacionet e shëndetit të tyre dhe të kenë gjithashtu një organizëm më të fortë edhe më të shëndetshëm. Hudhra po ashtu ju mbron edhe kundër problemeve të shëndetit të zemrës, pasi relakson enët e gjakut duke reduktuar kështu edhe presionin e gjakut. Përbërësit që gjenden te hudhra edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arteriet të pastrohen nga gjaku, si dhe të pastrojnë gjithashtu nivelet e larta të kolesterolit në të. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të lidhet me një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësim të dukshëm të komplikacioneve të tij. Hudhra mund të jetë gjithashtu edhe një përfituese e mirë kundër problemeve të kolesterolit duke mbajtur gjakun më pak të ngjitshëm dhe duke evituar kështu komplikacionet e tij. Hudhra ka nivele të larta të antioksidantëve. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës që mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve, të cilat mund të kundërveprojnë në shumë drejtime. Problemet me shumicën e antibiotikëve është se bakteriet krijojnë rezistencë ndaj tyre dhe kjo nuk mund të ndodhë me konsumin e hudhrës së freskët. Hudhra është një përzgjedhje shumë e mirë edhe në betejën kundër problemit të akneve. Shumë prej kompanive pasurohen edhe me shitjen e produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën e pastër, por në fund rezultati është rrgënjyes. Kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shëruese mjaft e mirë për lëkurën. Një thelpi hudhër në ditë mund të përmirësojë shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë mund të ndihmojnë në parandalimin e ftohjes. Kur e përdorni në ushqim, ju duhet të prisni deri në 10 minuta pas gatimit të tyre dhe më pas të shtoni hudhrën. Hudhra mund të ndikojë gjithashtu edhe në mpiksjen e gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i lartë i gjakut të vullnetarët është zvogëluar me 1 deri në 5% pasi kanë konsumuar të paktën një thelpi hudhër. Kjo mund të zvogëlojë gjithashtu shanset e goditjeve pra pikave në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundjet e zemrës nga 20 në 25%. Hudhra gjithashtu është shumë efektive edhe në betejën kundër komplikacioneve të shtypjes së lartë të gjakut dhe përpara konsumit duhet të shtypet dhe të ndahet në 2 pjesë. Kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të menjëhershme, lehtësuese dhe rigjeneruese të mëdha të organizmit tuaj. Hudhra është një ndihmë shumë e mirë për organizmin dhe përdorur dhe konsumuar si duhet mund t'i japë vlerat e saj të rëndësishme. Hudhra është një nga bimët më të vjetra që gjendet pothuajse në çdo kuzhinë.
Është e shkëlqyer jo vetëm për gatim, por gjithashtu edhe për shëndetjen e mirë në tërësi. Vetitë e saj shëruese janë vërtet të paqmueshme. Edhe në të kaluarën ato janë cilësuar nga ekspertët si një nga përzgjedhjet më të mira në betejën kundër ftohjeve, gripit, për të ulur riskun e zhvillimit të diabetit dhe komplikacioneve të tjera të organizmit tuaj. Ndaj, nëse doni të konsumoni një hudhër, përpiquni që ta bëni atë në mënyrë të rregullt. Në këtë video do të rendisim disa nga dobitë më të mira që një hudhër, pra një thelbi hudhër e shtuar çdo ditë në dietën tuaj mund të sjellë në mbrojtjen e organizmit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Hudhra ka vlera të larta për shëndetin. Hudhra është veçanërisht e pasur gjithashtu edhe me vitaminën C, B6 dhe kalium. Dhe përveç kësaj ajo përmban vitaminën A, vitaminën K, acidin folik dhe shumë minerale të tjera si hekuri, magnezi, fosfori, zinku dhe seleni, duke e kthyer atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Shtimi i hudhrës në dietat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin, gjithashtu edhe për nivelet më të kontrolluara të sheqerit në gjak. Hudhra mund të ndihmojë gjithashtu edhe në kontrollin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet e kësaj në dietën tuaj, konsumojeni atë të paktën në mënyrën e duhur. Shtimi i hudhrës në dietat tuaja ditore mund të nxjisë që të keni një organizëm më të shëndetshëm dhe të lehtësoni edhe elementet e dëmshëm të shëndetit. Hudhra është një produkt mjaft i mirë edhe në elementet e sqafurit që ajo ofron. Hudhra është e pasur me përbërës organosulfurik, të cilët japin aromën dhe shijen e saj të veçantë. Dhe ndikimi që do të luajë në shëndet e bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më fantastike për ju dhe për shëndetin tuaj. Ajo ka efekte të forta edhe biologjike kur bie në kontakt me molekula të caktuara, duke dhënë rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Hudhra do të ndihmojë gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve të kolesterolit, duke sjellë kështu rezultate më të mira për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra do të zvoglojë problemet kardiovaskulare. Studimet kanë treguar se ndjekja e një diete e cila është e pasur me hudhra dhe përbërësit e saj mund të ndihmojnë në uljen e presionit të lartë të gjakut, siç është përmendur tashmë. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, të dyja rastet mund të jenë edhe risk i shtuar për sistemin tuaj kardiovaskular. Hudhra ka efekte të mira antiinflamatore, çka do të nxjisë një organizëm gjithashtu edhe më të shëndetshëm në rastin tuaj. Inflamacioni gjithashtu është edhe përgjegjësia kryesore e trupit ndaj lëndimeve dhe infeksioneve. Kështu që shtimi i hudhrës në dietat tuaja ditore mund të nxjisë edhe një organizëm i cili mund të jetë edhe më i shëndetshëm. Inflamacioni është përgjegjësia kryesore e trupit ndaj lëndimeve ose edhe infeksioneve të ndryshme. Ekspertët e cilësojnë hudhrën si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese për shëndetin në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Hudhra ka efekte të dobishme në sistemin tuaj gastrointestinal dhe mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Inflamacioni është përgjegjësia natyrale e trupit ndaj lëndimeve dhe komplikacioneve të tij. Kështu që shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një rrugë të mirë ushqyese për shëndetin edhe lehtësimin e problemeve të ndryshme. Hudhra përmirëson funksionet e traktit gastrointestinal për shkak të vetive të saj antimikrobike dhe prebiotike. Prebiotikët janë në lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Hudhra mund të zvoglojë riskun e sëmundjeve të Alzheimerit. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete të tillë e pasur me hudhra mund të ulë riskun e disa sëmundjeve siç mund të jenë për shembull edhe ato të Alzheimerit, të cilat mund të ndikojnë në dukshëm në mirëqenien tuaj shëndetësore dhe krijimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme të shëndetit tuaj në tërësi. Ekspertët thonë se hudhrat janë të mira dhe një i rritur mund të konsumojë të paktën një thelbi hudhër çdo ditë në mënyrë që përfitimet e saj në organizëm të jenë më të mëdha dhe më të fuqishme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.